Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit të Kuranit të plot kuptueshëm. Ata që nuk besuan shpeshherë do të kishin dëshiruar të kishin qenë musliman. Lëri Muhammed ata të hanë, të dëfren dhe t'i preokupoj shpresa se do të jetojnë shumë e më vonë do të kuptojnë. Ne nuk kemi shkatruar asnjë fshat vendbanim, ndryshe vetëm në afatin e tij të caktuar. Asnjë popull nuk mund ta shpejtoj afatin e vet e as ta shtyj për më vonë. Dhe ata thanë, o ti që t'u shpall për kujtimi Kurani, me të vërtet ti je çmendur. Përse nuk na erdhe me engjëj që të vërtetojnë nëse i sinqert. Ne nuk i dërgojmë engjëjt, u përgjigjet Zoti, ndryshe vetëm kur duhet, kur e kërkon urtësia e Zotit, dhe atëherë ata nuk afatizohen. Ne me madhërinë tonë e shpallëm Kuranin dhe ne gjithsesi jemi mbrojtës të tij. Ne përpara teje kemi dërguar të dërguar në grupet e popujve të hershëm. E atyre nuk u erdhi asnjë nga të dërguarit e të mos talleshin me të. Ja kështu e fusim atë në zemrat e kriminalëve, mosbesimin, talljen. Ata nuk e besojnë atë Kuranin, po ligji i dënimit ndaj popujve më të hershëm tashmë është i provuar se si shkatroi Zoti. Edhe sikur ne t'u hapnim atyre një derë në qiell dhe të ngjiteshin vazhdimisht lart në të e të shihnin engjëjt e fshehësit. Ata gjithçysh do të thonin, neve na janë dalë syt të pamët, jo, ne jemi njerëz të magjepsur. Ne në qiell kemi krijuar galaksione yjesh dhe atë qiellin e kemi zbukruar për ata që e shikojnë me vëmendje. Dhe atë qiellin e kemi ruajtur prej çdo djalli të mallkuar. Përveç atij që vjedh, përgjon, çka dëgjohet, po edhe atë e kap ylli i zjarrt e djeg. E tokën e kemi shtruar dhe në të kemi vuar kodra dhe kemi bërë që në të bijnë bimë të caktuara të gjitha llojeve. Dhe ne ju krijuam juve në te jetesën, mjetet për jetë, e edhe atyre për të cilët ju nuk jeni furnizues. E nuk ka asnjë send që të mos ta ketë burimin te ne, po ne nuk e japim atë ndryshe vetëm sipas një mase të caktuar të nevojshme. Ne i lëshojmë errat mbarrësuese nga qielli rreth, lëshojmë shi dhe atë ju japin ta pini, e ju nuk mund ta ruani atë. Ne vërtet jemi që japim jetë e vdekje dhe ne jemi trashëgues të qiejve e tokës. S'ka dyshim se ne e dim për ata që ishin para jush dhe edhe për ata që vinë pas. E Zoti yt është ai që i të bon të gjitha ata, të kaluarit e të ardhshmit. Vërtet ai është shumë i urtë, shumë i dijshëm. Ne krijuam njeriu nga baltë e argjilit, të zi e të prishur me erë të keqe, të formuar, të trajtuar me snun. E gjinët i krijuam më parë nga zjarri, nga flaka e fortë. Dhe përkujto kur Zoti yt engjëve u tha, unë po krijoj njeriu nga balta e tharë, e zezë e me erë. E kur ta përsos atë në formën e njeriut dhe t'jap atij shpirtin që është krijesë imja, atëherë ju bini atij në sejdë. Të gjithë engjëjt tokë bën sejdë. Përpos iblisit, ai refuzoi të jetë me ata që bën sejdë. Ai tha, o iblis, ç'është ajo që ti të mos jesh me ata që bën sejdë? Ai tha, nuk është për mua t'i bëj sejdë një njeriu që e krijove nga baltë e terrur, e zezë e me erë. Allahu tha, dil pra prej aty ti qofsh i mallkuar. Vërtet, mallkimi kundër teje qoft deri në ditën e gjykimit. Iblisi tha, Zoti im, më jep pra afat deri në ditën kur ata njerëzit të ringjallen. Zoti tha, ti je prej të afatizuarve, deri në kohën e ditës së caktuar. Iblisi tha, Zoti im, për shkak që më përzune, më largove, unë do t'u azbukuroj të këqijat atyre sa të jenë në tokë,
në këtë botë dhe të gjithë ata do t'i largoj nga rruga e drejtë. Përveç robërve të tu, të cilët i ke bërë të sinqert. Madhëria e tij tha, kjo është rruga ime e drejtë, e qartë. Se ti, ndaj robëve të mi të sinqert, nuk ke kurfar force, as fizike, as mendore, përveç atyre të humburve që vinë pas teje. E s'ka dyshim se Gjehenemi është vend premtimi i të gjithë atyre. Ai, Gjehenemi, i ka 7 dyer, çdo njeri prej tyre ka shtegun, derën e caktuar në për të cilën do të hyjë. E ata, të cilët i u ruajtun mosbesimit dhe punëve të këqija, janë në xhenete e mesburimeve. U thuhet, hyni në to të shpëtuar prej çdo të keqeje, të siguruar nga vdekja. Ne kemi hequr prej zemrave të tyre çfarë do urrëtie, e ata në mbështetëse qëndrojnë ballë për ballë njëri tjetrit duke qenë të vëllazëruar. Ata aty nuk i godet kurfar lodhje dhe nuk do të nxiren kur prej tij. Njoftoi robët e mi se vërtet unë jam ai që fal shumë dhe mëshirues i madh. Po, njoftoj se edhe dënimi im është ai dënimi i dhëmshëm. E njoftoj edhe për mysafirët e Ibrahimit. Kur ata hynë te ai dhe than, selamen, e përshëndeten, e ai Ibrahimi tha, ne po frikësohemi prej jush. Ata i than, mos u frikëso, ne po të marrim myshde për një djalë të zgjuar. Ai Ibrahimi tha, a më merrni myshde kur më ka kapur mua pleqëria, me çka po më përgëzoni ju? Ata than, ne të morëm myshde me atë që është e sigurt e ti mos u bën i pashpres. Tha, askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur. Tha, e çka është pra çështja juaj, o të dërguar? Ata than, ne jemi dërguar te një popull i prishur. Me përjashtim të familjes së Lutit, ata do t'i shpëtojmë që të gjithë. Për pos gruas së tij, ne kemi vendosur ajo të mbetet me ata të dënuarit, Allahu ka vendosur. E kur i erdhën familjes së Lutit të dërguarit, ai, Luti, tha, ju jeni njerëz të panjohur, nuk ju njoh. Ata than, jo, nuk kemi qëllim të keq ndaj teje, të kemi ardhur ty me atë dënim që ata dyshonin. Të kemi sjell të vërtetën e ne jemi të drejtë çka themi. Ti ec me familjen tënde pasi të kalon një pjesë e natës dhe ti rri pas tyre që të mos frikësohen dhe asnjëherë prej jush të mos kthej mbrapa për të shikuar dhe shkoni andej ka urdhëroheni. E ne i kumtuam atij Lutit atë çështje se zhduke e tyre deri në më të mbramin do të jetë në mëngjes. E banuesit e qytetit Sadum erdhën të gëzuar duke i lajmëruar njëri tjetrit. Tha Luti, këta janë mysafirët e mi, e mos më turpëroni mua. Dhe kini e frikë Allahun e mos më nënçmoni. Ata than, a nuk të kemi ndaluar që të mos na përzihesh në njerëzit që ne i mësym? Ai, Luti tha, ja, këto, gratë, bijat e mia, nëse do të bëni, martoni me to. Pasha jetën tënde, Muhammed, s'ka dyshim se ata, populli i Lutit, ishin të humbur në dehjen e tyre. E në kohën e lindjes së diellit, ata i përfshiu ushtima e tmerrshme, dhe duke e përmbysur anën e lartë të qytetit poshtë, ne e përmbysëm dhe lëshuam mbi ta shi, të dheu të pjekur në xhehenem, sigur. Në atë ngjarje, vërtet ka argumente për ata që mendojnë. Dhe se ato vendbanime të shkatruara ende janë të dukshme pranë rrugës. Për ata që besojnë, ka fakte në të. Edhe populli i Ejkës ishin zullumqar. E ne dërmorëm kundër tyre i shkatruam dhe që të dyja ato, vendi Sadum dhe Ejke, janë në rrugë që duken. Edhe populli i Hijrës i përgërnjeshtroi të dërguarit. Ne u patëm parashtyra atyre argumentet mrekullit tona, por ata i kundërshtonin ato.
Ata s'ka lisnin shtëpia në kodra shkëmbore për të qenë të sigurt. E ata në mëngjes i goditi gjëmimit mërshëm e shkatrues. Dhe nuk u ndihmoi atyre asgjë ajo që vepruan. E ne nuk i krijuam qiejt as tokën ndryshe vetëm me urtësi të madhe, e s'ka dyshim se momenti i fundit, kiameti, do të vijë. E ti, Muhammed, sidhu me njerëzishmëri. Vërtet, Zoti yt është krijues i përgjithshëm, më i dishmi. 87. Ne të kemi dhënë ty 7 ajete që përsëriten, Fatia përsëritet në rekatet e namazit, edhe Kuranin e madhërueshëm. E ty të mos shkojnë kurse si syt në atë me çka ne i pajisëm disa prej tyre, as mos u brengos për ta, pse nuk besuan, kurse ndaj besimtarëve bëhu i përullur e i but. Dhe thuaj, u jam qortues i hapët për dënimin nga Zoti për ata që kundërshtojnë. U sjedhem dënim, sikurse u sollëm atyre që mbën ndarjen e librave të mëparshëm, të cilët e bën Kuranin të ndarë në pjesë. Pasha Zotin tënd, ata të gjithë do t'i marrim në përgjithësi. Për atë se që vepruan. Publiko haptas atë për të cilën urdhërohesh e hiqu i dhujtarëve. S'ka dyshim se ne të mjaftojmë ty kundër atyre që tallen, të cilët Allahut i kundërvejnë Zot tjetër, e më vonë ata do të kuptojnë prapavinë e tyre. Ne di mirë se ti ngushtohesh shpirtërisht për atë që thon ata. Po ti madhroje me falëndërime Zotin tënd e bëhu prej atyre që luten, për ulen duke u falur. Dhe adhuroje Zotin tënd deri të vi ty e vërteta vdekja. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Erdhi është afruar caktimi i Allahut, kiameti, pra mos kërkoni ngutjen, ardhjen para kohës e tij. E pastër dhe e lartë është madhëria e tij në krahasim me atë që ata i shoqërojnë, shok. Me urdhrin e tij i azbret engjit me shpallje atij që ai dëshiron nga robët e vet, duke thënë: "Tua tërhiqni vërejtjen, ti njoftoni se nuk ka të adhuruar Zot tjetër vetëm unë, pra të më keni frikën." I krijoi qetë e tokën me urtëzi precize, i lartë është ai nga çka ata i dhujtarët i shoqërojnë. E krijoi njeriu nga një pikël uji, kur që ai njeriu kundërshtari i hapët. Edhe kafshët ai krijoi dhe në sajet të këtyre ju mund të mbroheni nga të ftohtit, keni edhe dobi të tjera dhe prej tyre hani. Në to, në kafshët, ju shihni hijeshi i dili, kur në mbrëmje ato i ktheni nga kullosa dhe kur në mëngjes i lëshoni për në kullos. Ato bartin barën tuaj të rënd në ndonjë vend të largët, që ju do të arrinit atje me shumë vështirësi, me gjysmë shpirti. Vërtet, Zoti juaj është shumë bamirës dhe shumë mëshirues. Edhe kuajt i krijoi, edhe mushkat, edhe gomarët, për t'ju hipur atyre dhe si stoli, e ai krijon për hipje çka ju tash nuk dini. Udhëzimi për në rrugë të drejtë i takon Allahut, e ka edhe rrugë që është e shtrembër, po sikur të kishte dëshiruar ai, do t'u kishte udhëzuar çdo gjithëve. Ai është që për ju lëshoi nga lart qiell dhe ujë, që prej tij të keni për të pirë dhe prej tij të keni bimë që në to do t'i kullotni bagëtin. Me atë shiun mbin për të mirën tuaj të lashtat, udhinjt, hurmat, rushnajat dhe nga të gjitha frutat e pemëve. Në këto të mira ka argumente për një popull që vështron. Dhe për ju nënshtroi natën e ditën dhe diellin e hënën, edhe yjet janë të nështruar me urdhrin e tij. Vërtet, në këto ka argumente për një popull që mendon. Edhe për atë që ju krijoi në tokë lloje të ndryshme, bagëti, bimë, pemë, minerale e tjera, ka fakte për një popull që di të merr përvojë. Pastaj, ai është që nështroi detin që prej tij të hani mish të freskët, e prej tij të nxirrni stoli që i bani, i vishni, e i sheh anije si çajin lundrojnë në të, me ushtim e çajin ujin e detit.
u anështroni që të shfrytëzoni nga begatit e tij dhe ashtu të falenderoni Zotin. Dhe ai vuri kodra të forta në tokë, ashtu që ajo të mos lëkundet me ju, bëri edhe lumejnë e rrugë që të mund të orientoheni. Vuri edhe shenja të tjera për orientim ditën, ndërsa natën ata orientohen me anën e yjeve. Atëherë pra, a është ai që krijon njësoj sikur ai që nuk krijon, a nuk po mendoni? Po edhe nëse përpiqeni ti numëroni dhuntit të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini të përcaktoni ato. Me siguri Allahu shumë fal dhe shumë mëshiron. Allahu e di atë që ju e fshihni dhe atë që e publikoni. Ata idhujt që i adhurojnë idhujtarët, pos Allahut, ata nuk krijojnë asnjë send, po vetë ata janë të krijuar. Janë të vdekur e jo të gjallë, dhe ata nuk e dinë se kur do të ringjallen adhuruesit e tyre. Zoti juaj që meriton adhurim është një Zot, e ata që nuk e besojnë botën tjetër, zemrat e tyre janë mohuese të njësisë së Zotit, dhe ata janë kryelart. Është e vërtet se Allahu e di atë që e fshehin dhe atë që e shfaqin haptazi dhe ai nuk i do arrogantët. Kur atyre u thuhet mohuesve, ç'është ajo që shpallish Zoti juaj? Ata thonë, mite të popujve të ershëm. E thonë atë shpifje sa për t'i bartur në ditën e gjykimit mëkatet e veta të plota dhe një pjesë të mëkateve të atyre që pa far arsye i mashtruan dhe i humbën. Sa e keqe është ajo me çka ngarkohen. Edhe ata që ishin para tyre vën intriga, po Allahu rënoi në themel ndërtimet e tyre, intrigat dhe kulmi u shembi ta, dhe ashtu u erdhi dënimi kaq nuk e kujtuan. Mandej, në ditën e gjykimit, ai i turpëron ata dhe thot, ku janë ata që mi bënit shok mua dhe për hir të tyre grindeshit, e ata që ishin të zotët e dijes do të thonë, vërtet, sot turpërsia dhe e keqja i përfshiu jo besimtarët, të cilët duke qenë mizor të së vetvetes së tyre, engjëjt u marrin shpirtin e ata shprehin dorëzimin në momentin e vdekjes duke thënë, ne nuk ishim që bëm ndonjë të keqe, u jepet përgjigja, po Allahu e di shumë mirë atë që e punuat ju. Andaj, hyni në dyert e xhehenemit, aty do të jeni për jetë, sa vend i keq është ai kryelartëve. Atyre që patën frikë nga dënimi, Allahu u thuhet, ç'është ajo që shpalli Zoti juaj? Ata thoshin, shpalli çdo të mirë. Ata që bën vepra të mira dhe në këtë jetë kanë shpërblim të mirë, por shpërblimi i tyre në botën tjetër është shumë më i mirë, e sa vend i mirë është ai i të devotshëm. Është xheneti i Adnit, ku do të hyjnë, nën të rrjedhin lumen, aty kanë çka të dëshirojnë, ashtu i shpërblen Allahu të ruajturit. Të cilëve duke qenë të pastër, engjëjt ju marrin shpirtin duke u thënë, selamun aleikum, gjetët shpëtimin, hyni në xhenet për të hir të asaj që vepruat. A mos presin ata, idhujtarët, diçka tjetër përveç të vinë engjëjt e tu marrin shpirtin, ose të vi urdhëri dënimi i Zotit tënd. Ashtu punonin ata që ishin para tyre, pra Allahu nuk u bëri padrejtësi atyre, por ata ishin që vetvetes i bën padrejt. Andaj, ata i goditi dënimi i të këqijave që i bën dhe i kaploi, i përfshiu ajo e keqe, ajo me të cilin ata talleshin. Ata që i bënin shok Zotit, idhujtarët, thanë, sikur të kishte dashur Allahu, as ne e as prindërit tan nuk do të adhuronim asnjë send posti, dhe nuk do të ndalonim, nuk do të konsideronim të ndaluar asnjë send pos dalesave të tij. Kështu, këso gënjeshtrash bënin edhe ata që ishin para tyre, po a mos kanë të dërguarit obligim tjetër përveç që të njoftojnë qartazi. Ne dërguam në çdo popull të dërguar që do thonë, adhuroni vetëm Allahun, e largonu djajve adhurimit të tyre, por pati nga ata që Allahu e dhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje, pra udhëtonin në përbot dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarëve. Nëse ti, Muhammed, përpiqesh për t'i vënë në rrugë të drejtë ata, dije se Allahu nuk e udhëzon atë që e ka humbur dhe për ata nuk ka ndihmëtar.
Ata u betuan në Allahun me betimin e tyre të fortë se Allahu nuk e ringjall atë që vdes, po i ringjall, ai është premtimi i tij i prerë, por shumica e njerëzve nuk dinë. I ringjall për t'u asqaruar atyre atë për çka përçaheshin dhe për t'u bërë me dije atyre që nuk besuan se me të vërtet ishin gënjeshtar. Ne kur dëshirojmë një send, vetëm i themi atij, bëhu, ai menjëherë bëhet. Ata që migruan për hir të Allahut, e pasi që u torturuan, atyre gjithsesi do të mundsojnë vendbanim të mirë edhe në këtë botë, po shpërblimi i botës tjetër është edhe më i madh, sikurse njerëzit ta dinin për atë shpërblim. Janë ata që bën durim dhe vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Ne as para teje nuk dërguam tjetër përveç burra, të cilëve u dham shpallje. Ju idhujtar, pyetni pra dietarët e Tevratit e të Injilit, nëse ju nuk dini. I patëm dërguar me argumente e me libra të shenjtë, ty ta zbritëm Kuranin që tu shpjegosh njerëzve atë që u është të shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kuranin. A mos janë të sigurt ata që përgatiten kurthe, se Allahu nuk do t'i trand ata me tokën, ose nuk do të vijë atyre dënimi kaq nuk e mendojnë. Ose t'i rëmbej ata duke qenë në udhëtimet e tyre për jetë e tregti, e ata nuk mund t'i shpëtojnë asaj. Ose do t'i kap ata duke qenë në panik nga frika, po s'ka dyshim se Zoti juaj është i butë, i mëshirshëm, andaj nuk u angut dënimin. A nuk po shohin ata keqbërësit se çdo sen që e krijoi Allahu e sjell hijen e vet djathtas dhe majtas duke u përulur Allahut, duke i bërë sejdë dhe duke qenë respektues e përulës, e si e mbajnë veten lart disa njerëz. Vetëm Allahut i bën sejdë çdo gjallës që është në qiell e që është në tokë, e edhe engjëjt ata nuk bëjnë kryelartësi. I frikësohen Zotit të tyre që është mbi ta dhe i përmban në përpikëri asaj me çka urdhërohen. Allahu tha, mos adhuroni dy të adhuruar, sepse ai është vetëm një Zot, pra vetëm mua më keni dronë. Vetëm e tij është çka ka në qiell e në tokë dhe vetëm atij i takon vazhdimisht adhurimi. A mos i keni frikë dikujt tjetër posa Allahut? Dhe çdo të mirë që e keni, ajo është prej Allahut, madje edhe kur ju godet e keqja, ju vetëm te ai i ngritni zërin me lutje. Pastaj, kur ai e largon prej jush dënimin, që një grup prej jush i përshkruajnë shok Zotit të tyre. I bëjnë shok dhe ashtu ata përbuzin atë që ne u dham atyre, pra shfrytëzoni për një kohë se më vonë do të kuptoni rrjedhimin. E nga ajo që ne i furnizuam, ata u ndajnë një pjesë atyre zotave që nuk kuptojnë asgjë. Pasha Allahun, patjetër do të merrenim në përgjegjësi për atë që tridhonit. Ata i përshkruajnë Allahut vajzat, i pastër është ai nga ajo, ndërsa vetes së tyre i përshkruajnë qa ua ka ënda djemt. Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajz, fytyra e atij prishet dhe bëhet plot mllef. Fshihet për njerëzve për shkak të asaj të keqeje me të cilën u lajmërua, e konsideron bela e jo dhurat për Zotit. Mandej mendon a do ta mbaj atë ashtu i përulur, apo do ta mbuloj atë të gjallë në dhe. Sa i keq është ai gjykimi tyre. Shembulli i keq u takon atyre që nuk besojnë botën tjetër, ndërsa Allahut i takon shembulli më i lartë, ai është fuqiploti i urti. Sikur Allahu t'i dënonte njerëzit zullumqar për shkak të mizorisë së tyre, nuk do të linde mbi të tokë asnjë gjallës, por ai i lë ata për më vonë deri në afatin e caktuar, e kur të vijë afati i tyre, për asnjë moment nuk mund ta vonojnë as ta ngutin. E ato vajzat që u rrejnë për vete, janë veshën Allahut, gjuhët e tyre shpifin e rrenën se atyre do t'u takoj më e mira xheneti, s'ka dyshim i tyre është zjarri dhe se ata janë të parët në të. Pasha Allahun, ne dërguam edhe para teje të dërguar ndër popuj, po veprat e tyre të këqija u ahieshoi djalli, se ai është mik i tyre e ata kanë një dënim të idhët. Ne nuk të shpallëm ty për tjetër Kuranin, vetëm që t'u sqarosh atyre për atë çka u përçan,
ta zbritëm që të jetë udhëzim e mëshirë për njerëzit që besojnë. Allahu lëshoi prej qiellit ujë, shi dhe me të ngjalli tokën pas vdekjes së saj. Në këtë është një argument i fortë për ata që me vëmendje dëgjojnë e kuptojnë. Ju edhe në kafshët keni mësim, përvojë. Ne nga një pjesë e asaj që e kanë në barqet e tyre mes ushqimit të tyre dhe gjakut, ju japim të pini qumësht të pastër, të shijshëm, të lehtë për ata që e pinë. Edhe nga frutat e hurmës dhe të rrushit, nxirrni prej tyre pije, lëngje dhe ushqim të mirë. S'ka dyshim se edhe në këtë ka fakte mbi fuqinë e Zotit për njerëzit që kanë menduar. Zoti yt i dha instinkt bletës, ndërto shtëpi nëpër kotra, male, nëpër drunj, pemë dhe nëpër kulmet që ata njerëzit i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjitha llojet frutat dhe futu nëpër rrugët e nënshtruara e të mësuara prej Zotit tënd. Nga barqet e tyre të bletëve del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim, barilaç për njerëz. Edhe në këtë ka arsye për atë popull që mendon thellë. Allahu ju krijoi, pastaj ai ju a merr shpirtin, e ka prej jush që shtyhet deri në jetën më të vjetër, ashtu që të mos di asgjë nga çka ka ditur. Allahu është më i dijshmi, më i fuqishmi. Allahu favorizoi disa prej jush mbi disa tjerë në furnizim. Atyre që u është dhënë përparësia në furnizim nuk janë furnizues të atyre që posedojnë robërve, ata të gjithë në të janë të barabartë, furnizues kryesor është Allahu, a mos duan të mohojnë dhuntinë e Allahut. Allahu krijoi për ju bashkëshorte nga vetë lloji juaj, e prej bashkëshorteve tuaja fëmijë e nipa dhe ju furnizoi me ushqime të mira. A besojnë ata të pavërtetën e të mirat e Allahut i mohojnë? Dhe pos Allahut adhurojnë çka nuk janë në gjendje t'ju sjellin asnjë furnizim nga qiejt, as nga toka dhe as që kanë mundësi. Pra, mos i përshkruani Allahut shembuj, Allahu i di të gjitha e ju nuk dini. Allahu sjell shembuj, një rob që është të pronë e tjetrit e që nuk ka në dorë asgjë dhe atë të cilin ne e kemi furnizuar me një furnizim të mirë, i a jep nga ai furnizim fsheftas e haptas. A janë pra ata të dy të barabartë? Falendërues qoftë Allahu, por shumica e tyre nuk e dinë. Allahu sjell shembull, dy njerëz, njëri prej atyre dyve është me mes që nuk ka aftësi për asgjë, as për vete, as për të tjerët, dhe vetë ai është barë për kujdestarin e tij, pse kudo që ta orientoj, a nuk sjell ndonjë dobi. A është ai i barabartë me atë që udhëzon për drejtësi e edhe vetë është në rrugën e drejtë? Vetëm Allahut i takon ta di fshehësia e qiejve dhe e tokës. Çështja e katastrofës e kiametit është në shpejtësi, vetëm sa hedh një shikim, ose ajo është edhe më afër. Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. Allahu ju nxorë nga barqet e nënave tuaja, si foshnje, që nuk dinit asgjë. Ju pajisi me shqisa për të dëgjuar, me të parë dhe me zemër, ashtu që të jeni falendërues. A nuk i shohin ata shpendet fluturues në ajrin e qiellit, të cilët nuk i mban kush përveç Allahut, edhe në këto ka fakte për njerëz që besojnë. Allahu ju bëri shtëpitë tuaja vendbanim të qetë dhe nga likurat e kafshëve ju mundsoi të keni shtëpi që lehtë i mbartni kur udhëtoni, edhe kur vendoseni, ndërsa nga leshi dhe nga qimet e tyre, nga leshi i egër i tyre, petka e shtroja dhe të shfrytëzoni për një kohë. Allahu nga ajo që krijoi ai, ju bëri edhe hije e në kodra vendstrehime, edhe petka që ju mbrojnë prej të nxehtit dhe petka që ju mbrojnë në luftë. Ashtu Allahu plotëson të mirat e tij ndaj jush në mënyrë që të dorëzoni, besoni. E nëse ata prapësohen prej besimit, atëherë obligimi yt është komunikimi i qartë. Ata i njohin të mirat e Allahut, pastaj i injorojnë, e shumica e tyre janë jo besimtar. E ditën kur prej secilit popull sjellim dëshmitarin, atyre që nuk besuan nuk u jepet leje për arsyetim, e as që kërkohet prej tyre të arsyetohen. Dhe kur do ta shohin dënimin ata që ishin zullëmqar, atëherë as nuk do të lehtësohet, as nuk do të jepet afat. Ata që ishin idhujtar,
kur do t'i shohin idhujt e vet, zotat, thonë: O Zoti ynë, këta janë idhujt tanë, të cilët ne i patëm adhuruar posteje. Ata idhujt u akthejnë fjalën: ju jeni rënacak. Dhe ata idhujtarët i dorëzohen Allahut, e atë çka ata e tridhonin u asgjësohet. Atyre që nuk besuan dhe penguan nga rruga e Allahut, ushtojmë dënim mbi dënim për shkak se bënin shkatrime. Dhe përkujtoju njerëzve atë ditë, ku nëse cilin popull do të sjellim dëshmitar kundër tyre, e ty të sjellim dëshmitar kundër atyre. Ne ty të shpallëm librin sqarim për çdo send, udhëzim me mëshirë dhe myshdhe për myslimanët. Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërme, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim. Me që keni premtuar, pra zbatojeni premtimin e dhënë ndaj Allahut, e mos i prishni betimet pasi i keni vërtetuar ato, duke qenë se Allahun e bët garant tuajin. Vërtet, Allahu e di se çka punoni. Mos u bëni në çështjet e betimit si ajo grua që e prish tjerin e saj pasi të ketë dredhur fort, e ti bëni betimet tuaja dredhi mashtrim mes jush, për shkak se një popull është më i madh se tjetri. Allahu vetëm ju sprovon me këtë, e në ditën e gjykimit ai gjithsesi do t'ju sqarojë atë gjë rreth të cilës kundërshtoheshit. Sikur të dëshironte Allahu, do t'ju bënte një popull në një fe, por sipas dijes së vet, ai e lë të humbur atë që do dhe e udhëzon tjetrin që do, e patjetër do të përgjigjeni për atë që vepruat. Mos i përdorni betimet tuaja për dredhi mes jush, e të rëshqitni pas forcimit, e të shijoni të keqen e dredhis për shkak se penguat të tjerët nga rruga e Allahut, e ju do të keni dënim të madh. Mos e shitni besën e dhënë Allahut për një vlerë të paktë, pse atë që do ta keni te Allahu është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ajo që e keni pranë vetes është e përkohshme, e ajo që është e Allahu është e përjetshme, e ne do t'u japim atyre që ishin të durueshëm shpërblimin më të mirë të asaj që vepruan. Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Kur të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut prej djallit të mallkuar. Vërtet, ai, shejtani, nuk ka kurfar fuqie kundër atyre që besuan dhe i janë mbështetur Zotit të tyre. Bizotrimi i tij është vetëm mbi ata që e përkrahin atë dhe mbi ata që për shkak të tij u bën idhujtar. Kur një ajet e zëvendësojnë me një tjetër, e Allahu di më së miri se çka shpall, ata thonë: Ti, Muhammed, je vetëm trillues. Jo, por shumica e tyre nuk dinë. Thuaj, atë Kur'anin e solli Ruhul Kudus, shpirtin shejt, plot vërtetësi nga Zoti yt, për t'i përforcuar edhe me ata që besuan dhe për të qenë udhërrëfyes e myshdhe për muslimanët. Ne dim shumë mirë se ata thonë: atë, Muhammedin, është ka mëson një njeri, mirë po, gjua ati nga e cila anojnë, supozojnë, ata është jo arabe e pa qartë, e kjo, e Kuranit, është gjuhë arabe e stilit të lartë e të qartë. S'ka dyshim se ata që nuk i besojnë ajetet e Kuranit, e Allahut, ata nuk i drejton Allahu në rrugën e drejtë dhe ata kanë një dënim të dhëmshëm. Gënjeshtërn e tryllojnë vetëm ata që nuk i besojnë argumentet e Allahut, të tillët janë ata gënjeshtarët. Ai që pas besimit të tij e mohon Allahun me përjashtim të atij që dhunohet për të mohuar, e zemra e tij është e bindur plotësisht me besim, por fjala është për atë që e hap gjoksin mosbesimit, ata i ka hapur hidhërimi nga Allahu dhe ata kanë një dënim të madh. Këtë dënim të madh, nga sa ata më tepër e deshtën jetën e kësaj bote se sa jetën e botës tjetër, e Allahu nuk e udhëzon njerëzit jo besimtar. Të tillët janë ata që Allahu u mbylli zemrat, dëgjimin dhe pamjen e tyre, dhe të tillët janë ata naivët. Është e vërtet se ata në botën tjetër mua ata janë të dështuarit. Pastaj Zoti yt, atyre që pasu u torturuan, migruan, mandej luftuan dhe çndruan, dhe pas të gjitha këtyre vuajtjeve, s'ka dyshim se Zoti yt atyre do t'u afal dhe do t'i mëshiroj. Ai që fal është mëshirues. Përkujto,
Ditën që vjen kur secili njeri do të përpiqet për vetveten dhe secilit njeri do t'i plotësohet ajo që e meriton, e nuk u bëhet pa drejt. Allahu sjell si shembull një fshat vendbanim që ishte i sigurt dhe i qetë, të cilit i vinte furnizimi nga të gjitha anët me bollëk, kurse ata, banorët, i përbuzën të mirat e Allahut. Atëherë Allahu, për shkak të sjelljes së tyre, u aveshi petkun, u angjeshi e uriste të frikës. Atyre u pat ardhur i dërguar nga mesi i tyre, e ata e përgënjeshtruan atë, andaj i kapi dënimi që ishin zullëmqar. E ju, besimtar, hani, pra, nga të mirat që u dha Allahu, të lejuara e të pastra, jini mirënjohës për dhuntinë e Allahut, nëse jeni të sinqert në adhurimin vetëm ndaj tij. Ai ju andaloi juve vetëm coftinën, gjakun, mishin e derit dhe atë që theret jo në emër të Allahut. E kush detyrohet t'i haj, duke mos qenë dhunues dhe duke mos e terruar në grënje, Allahu fal dhe është mëshirues. Mos i thoni asaj rrenës së gjuhëve tuaja, kjo është halal e kjo është haram, e të shpifni ndaj Allahut rrenën. Vërtet, ata që shpifin rrenën ndaj Allahut nuk kanë shpëtim. Ka një përjetim të vogël në këtë jetë e do të kenë dënim të padurueshëm. E atyre që ishin jehudi, qifut, u patëm ndaluar atë që kemi treguar më parë. Po ne nuk u bëm pa drejt atyre, por ata vetvetes i patën bërë pa drejt. Pastaj Zoti yt për ata që nga mosdia bën punë të këqija e pastaj u penduan dhe bën mirë, s'ka dyshim se Zoti yt është që shumë fal dhe shumë mëshiron. Vërtet, Ibrahimi ka qenë shembull tyre të mirave, adhuruesi Allahut, besimtar i drejt dhe nuk ka qenë nga idhujtarët. Falendërues për të mirat e tij, ai, Allahu, e zgjodhe atë për pejgamber dhe e udhëzoi në rrugën e drejtë. Atë ne e pajisëm me të mirën në këtë botë, e në botën tjetër ai është me më të mirët. Pastaj ty të shpallëm, diqe fenë e drejtë të Ibrahimit, sa ai nuk ka qenë nga idhujtarët, as jehudi, as i krishter. E shtunja, festimi ose belaja e saj, u është përcaktuar vetëm atyre që u kundërshtuan rreth saj. E Zoti yt do të gjykojë mes tyre në ditën e gjykimit për atë që ata kundërshtoheshin. Ti, Muhammed, thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshill të mirë dhe polemizo me ata kundërshtarët me atë mënyrë që është më e mira. Zoti yt është ai që e di më së miri atë që është larguar nga rruga e tij dhe ai di më së miri për të udhëzuarit. Në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në atë mas sa jeni ndëshkuar ju, e nëse duroni pa dyshim, ai është më i mirë për ata që durojnë. Pra, të jesh i durueshëm, durimi yt është vetëm me ndihmën e Allahut. Ti mos u pikëllo për ata, as mos u brengos për dredhit që bëjnë ata. S'ka dyshim se Allahu është me ata që janë të devotshëm, që ruan prej të këqijave dhe me ata që janë bamirës.